Paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë në Shqipëri arriti në rreth 83.300 lekë gjatë tremujorit të tretë të vitit aktual. Kjo shifër përfaqëson një rritje prej 7.3% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024, duke konfirmuar vazhdimsinë e tendencës pozitive në tregun e punës. Sektorët me pagat më të larta mbeten financat dhe sigurimet, informacioni dhe komunikacioni, si administrata publike, arsimi, shëndetësia dhe shërbimet sociale. Po ashtu mbi mesataren kombëtare qëndrojnë aktivitetet e pasurive të paluashme, si dhe profesione teknike, shkencore dhe shërbimet mbështetëse. Rritjen më të madhe ndërkohë e ka shënuar sektori i ndërtimit me një ngjitje të fortë prej 12.8%, ndërsa e më e ulta është regjistruar në administratë dhe shërbime publike, ku paga është rritur me vetëm 3%. Edhe tek profesionet vëren ndryshime të dukshme. Mbi mesataren kombëtare paguan menaxherët, ligjvënësit, drejtorët ekzekutiv, specialistët me arsim të lartë, forcat e armatosura dhe teknikët. Rritjet më të theksuara janë regjistruar tek zejtarët dhe artizanët me 10.7% dhe tek punëtorët e profesioneve elementare me 10.6%. Ndërkohë rritjen më të ulët e kanë shënuar specialistët me arsim të lartë me rreth 5.5%. Krahasuar me një vit më parë vërehet një ulje e numrit të punonjësve me pagë minimale, por krahasuar me tremujorin e dytë pesh është rritur, ndërkohë është shtuar kategoria e punonjësve që marrin paga mesatare dhe të larta. Kjo zhvendosje sugjeron një shpërndarje më të balancuar të ardhurave dhe një strukturë pagash më të orientuar drejt niveleve të mesme dhe të larta.